një prej themeluzëve të LDD-s. Mos i merr mbrojtje se jam të sulmu në nivelin personal. Jo, që të sulmu, veç që të e godit. Po sulm nuk është kjo, po veç po thamë, po ndërtoj një narracionin cili është i paqëndrueshëm. S'është narracion i paqëndrueshëm, është i qëndrueshëm, ai është deputet. Po është e vërtetë që është deputet. Edhe nuk e bën me jo legjitim. Dallimi është kështu. Sepse besoj që edhe pjesëmarrja secilit pjesëtar të PSD-s në një studio ka qëllimin që të arrijë diçka. Ne jemi si përfaqësues politik, gjithmonë në siglën e PSD-s, drejt për këtë punë. Prandaj kjo është e qartë që nuk kemi të bëjmë me sulm ndaj mediave, nuk kemi të bëjmë me sulm ndaj gazetarëve, kemi të bëjmë me një format që është kritik, cila është fakte. Ti përmenda me fakte. Shkojmë tutje. Kosova edhe njerëz që janë në skenën publike, përfshi dhe ty, kanë një rrezik. Analizojnë çështje me shablone. Sepse me gjas janë demela ka njëherë, me gjas e bojnë me agjencë, po thëmë cilën vend e gjonë veten, po mi anis me mendu, sa di cili shabloni ma i madh në Kosovë. Mas pari që kur kërkush si fiton 51%, ose 50%. Mas nej që kur ai rezultat nuk përsëritet më që ka qenë aksident. Maru kemi në studio televizive, të hongër bureka, në takime, të tjirat, të këshërsh njerëz thuti që je dikun mes naivit dhe të shmendurit. Sepse ishin mësu që shabloni politik elektoral në Kosovë me qenë njanjë. Tani vetëvendosja, një shok jam i thët, veç njësa në ka risi në politikën e Kosovës. Nëse jetu më djekë. Me shumë vëmendje, vetëm një risi. Ajo është protestat pro-qeveritare. Në Kosovë, protestat pro-qeveritare kur s'ka ndodhë dhe sa ardhë Albin Kurti kryeministër. Ndërsa, protesta, aksione, peticione, tubime, marshe, Kosova i ka pej 68-ës nështë edhe ma herët. Në gjitha periudat të ndryshme. Ju e dini edhe 90-at format alternative të protestave që janë bo. Prandaj, mja atribu vetëvendosjes çdo gjë për shkak të metodës, se kam përshtypjen që po më asocioni për shkak të metodës. Ndërsa, sa i përket çështjeve, është e qartë që kemi dallime. Unë besoj që ekzistojnë veç dy shpjegime aktuale politike në Kosovë. Tjerat janë në orbitën e vetëvendosjes. Është vetëvendosja, dhe pastaj është po flas në kuptimin e një partije politike të organizuar. S'jam të folë të një analiste, as një medias, as një shkrimtari, as një qytetari të zakonshëm. Po këta që janë të organizuar. Ka vetëvendosja shpjegim politik, dhe në orbitën e saj sillen këta rreth saj, dhe keni një shpjegim paralel, një narrativ tjetër, e vetmja